Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar besimtar dhe besimtare, në pak minuta do të mundohem të flas për një temë e cila është zeqati. Zeqatin e kanë për obligim secili besimtar dhe besimtare, për arsye që Allahu xhalleshanu i ka dalluar nga të pasurit. Për të dhënë zeqat, njeriu duhet të jetë i pasur. Në qoftë se marrim dhe kufizohemi se si do të shprehemi me zeqatin ton, atëherë do të shohim dhe të mendojmë se njeriu i cili është i moshës madhore ka për obligim të jep zeqat, ndalet dhe llogarit pasurinë e tij. Në qoftë se pasuria e tij kalon mbi 85 gram ari në vlerë të arit, atëherë njeriu është i domosdoshëm të jep zeqat. Zeqati është një stabilizator i shoqërisë, sepse është urë lidhëse ndërmes atij të pasurit dhe atij që ka nevojë. Zeqati është haku i nevojtarit tek i pasuri. Për atë arsye, qysh nga koha e pejgamberit alayhis salam, zeqati është dhënë nga muslimanët. Për atë arsye, duhet ta falenderojmë Allahun xhalleshanuhu që na ka radhitur mesin atyre që kanë dhe munden me dhënë zeqat. Në qoftë se e përkufizojmë vlerën e zeqatit tek 85 gram ari, atëherë duhet të shprehem në këtë formë. Në qoftë se një pasuri e cila ka vlerën e 85 gram areve dhe mbetet një vjet tek ju, atëherë ajo llogaritet dhe 2.5% nga ajo jepet zeqat. Të nderuar besimtar, Allahu xhalleshanu zeqatin e ka obliguar me Kur'an. Zeqati është një prej 5 kushteve të Islamit. Si jemi të obliguar me shahadet, me namaz, me agjerim, jemi të obliguar me zeqat dhe me hax. Kush është i obliguar të jep zeqat, e tham pak parës, por duhet të jemi nga ata të cilët i stimulojnë fëmijët e tyre që është në moshën e vogël të mësojnë të japin zeqat, sepse me dhënien e zeqatit ne e pastrojmë pasurinë tonë. Kujt i obligohemi dhe kujt nuk i obligohemi të japin zeqat. Allahu xhalleshanu në surën Tauba, në ajetin 60, i ka potencuar shkallët të cilët duhet të japim zeqat. Pra, njerëzit në 8 grupe të cilët mund t'i zbërthejmë, të fillu nga nevojtarët, fukarat, nga miskinet të cilët po punojnë, po nuk kanë mundësi të arrijnë stabilitetin ekonomik, mandej kemi ata të cilët duhet t'i blejmë zemrat e tyre, ata të cilët punojnë për zeqat, ata të cilët janë në rrugën e Allahu xhalleshanuhu dhe kështu me radhë deri tek ata të cilët janë në lëvizje, pra janë në mërgim dhe janë refugjat. Të nderuar besimtar, për të dhënë zeqat njeriu duhet të jetë i pasur. Ta falenderojmë Allahun xhalleshanuhu që na ka bërë për atyre që kanë mundësi të japin zeqat. Allahu xhalleshanuhu nuk na ka krijuar të gjithëve barabartë. Shumë të në rasteve shohim njerëz të cilët justifikojnë vetveten që nuk mund të japin zeqat. Për atë arsye duhet të mësojmë fëmijët tanë që është në moshën e vogël të mësojnë të japin nga pasuria e tyre, nga mirësitë e tyre. Ndoshta donjëherë nga tesha e tyre, ndoshta donjëherë nga lojnat e tyre. Nëse ndalim dhe analizojmë se kujt nuk duhet të japim zeqat. Nuk duhet të japim zeqat, nuk jepet zeqati prindërve tanë, nanas babës, gjyshi gjyshes, djalit vajzës. Ndërsa të tjerëve anash mund të japim zeqatin. Allahu xhalleshanu e ka potencuar në Kur'an në surën Tauba ajetin 60, cilat janë grupet të cilët përfitojnë nga zeqati. Nuk do të dalem shumë, por do të jenë ata të cilët kanë nevojë, nevojtarët, ata të cilët janë miskinet, ata të cilët janë në rrugën e Zotit. Domethënë, me një fjalë, grupet të cilat kanë nevojë për zeqat, të cilët i potencon Kur'ani në 8 grupe. Nga madhrat të cilët jemi të obliguar të japim zeqat, duhet të kemi parasysh se nga çdo mall i cili tregtohet, ne jemi të obliguar të japim zeqat. Nga drithrat, nga pemët, nga perimet, nga kafshët e kështu me radhë. Por, nëse jemi tek monedat, atëherë kështu. Nëse një njeri, po e marr një shembull, ka një makinë me cilën prodhon diçka. Ai njeri nuk është i obliguar të jep zeqatin e asaj makine. Por nëse e njëjta makinë gjendet në raft në një dyqan dhe është në shitje, atëherë nga ajo jepet zeqati. Pra, për pasurinë
e patundshme, të cilën ne e përdorim në përditshmërinë tonë, tjenë ato shtëpitë tona, veturat tona, apo dyqanet, madhrat, të cilat janë të patundshme, të cilat i shërbejnë prodhimit dhe prodhimtarisë, për to nuk jepet zeqati. Ndërsa çdo madh i cili është në raft dhe shitet, për atë jepet zeqati. Për ta thjeshtësuar shumë më thjesht, çish duhet një njeri të veçohet, apo si duhet një njeri të bëjë llogari zeqatit e tij. Një njeri i cili është në moshën madhore dhe ka një pasuri të vetën, atëherë ulet dhe bën llogari pasurinë e tij një vjeçare. I nxjerr nga ajo obligimet që i ka për të paguar borxhet e kështu me radhë. Dhe shton aty dikush nëse ati i ka borxh. Dhe gjitha këto llogaritën dhe del një shumë e cila duhet të pjesëtohet me 2.5% dhe t'jepet zeqati i saj. Në qoftë se jemi te stolit e grave, atëherë në qoftë se nisabi arrin tek stolit e grave dhe kalon mbi 85 gram apo 90 gram dikun, atëherë ajo llogaritet dhe jepet zeqati për te sa është vlera e saj. Pasuria apo florit e gruas i takojnë asaj, por nëse ka dëshirë, burri mund të ndihmojë në lehtësim dhe në pagesën e zeqatit. Do të ndalemi te zeqati dhe vlera e saj, sepse është një institucion i cili duhet të konsolidohet edhe tek ne, sepse mjerisht ne shumë të në rasteve i hikim nga kjo apo gjejmë justifikime të ndryshme mos me dhënë zeqat. Të nderuar besimtar, të gjitha kategoritë cilet i përmend Kur'ani dhe i përmend pejgamberi alayhis salam janë të nevojshme për zeqat, por duhet të them shumë sinqerisht, institucioni i cili pret përkrahjen, pret ndihmën e popullit ton, është institucioni i Bashkisë Islame, me institucionet përcjellëse edukativo-arsimore, siç janë medreset tona në Kosovë, në Prishtinë, Prizren dhe Gjilan, dhe siç është Fakulteti i Studimeve Islame, i cili është duke prodhuar kuadro për këtë popull i cili e flet këtë gjuhë në këto troje. Për atë arsye, kërkesa shumë serioze dhe shumë me zemër, të nderuar besimtar, me zeqatin tuaj, me ndihmën tuaj, për krahën e institucionin e Bashkisë Islame dhe institucionet fetaro-edukativo arsimore, të cilët janë në ombredhen apo brenda ombredhës së Bashkisë Islame.